Universiteti Ekrem Çabej Gjirokastër mirëpriti një grup prej 12 studentësh nga Universiteti Mehmet Bey Karamanolu i Turqisë në kuadër të një vizite studimore 4 ditore në qytetin e Gjirokastrës. Me këtë rast u zhvillua një takim me rektorin e Universitetit Ekrem Çabej, ku në qendër të diskutimeve ishte forcimi bashkëpunimit ndëruniversitar, shkëmbimi i eksperiencave akademike si në nivel stafi ashtu edhe në nivel studentor, si dhe zgjerimi i mundësive të bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit të lartë të Shqipërisë dhe Turqisë. Është kënaqësi të jemi sot këtu. Qëllimi i vizitës tonë është në kuadër të ndërkombëtarizimit të zhvillimit më tej me bashkëpunimin mes universiteteve të dy shteteve miq. Unë përfaqësoj zyrën e koordinimit dhe marrëdhënieve me jashtë. Dhe qëllimi i kësaj zyre është që ne të mbajmë bashkëpunimet ekzistuese dhe të zhvillojmë të reja. Për studentët është era e parë në Shqipëri dhe në Gjirokastër, ku besojmë se do ta njohim nga afër këtë qytet historik me arkitekturë të mrekullueshme. Kjo vizitë përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve akademike dhe kulturore mes dy vendeve, duke krijuar ura të reja bashkëpunimi dhe mirëkuptimi mes të rinjve shqiptar dhe turq. Do jemi për disa ditë dhe do të kryejmë disa vizita në institucione sipas agjendës. Do na pëlqen të krijoni mura miqësie dhe bashkëpunimi me studentët shqiptar për të ndarë shkëmbyer eksperienca. Jemi me fat që ndodhemi në qytet të tillë, mjaft tërheqës dhe këto ditë besoj do mësojmë më shumë për kulturën e traditat shqiptare. Hapi i parë i bashkëpunimit mes dy universiteteve u shënua afro një vit më parë me organizimin e Kongresit të kërkimeve shkencore dhe akademike, i cili solli në qytetin e Gurtë studiues akademike e kërkues shkencor nga më shumë se 15 vende të botës, si Turqia, Polonia, Izraeli, Kameruni, Nigeria, Tajvani, Maqedonia e Veriut, Kosova e të tjerë.